Në galerinë e artit pamor, Nikolet Vasia në Durrës është çelur ekspozita e titulluar Dy botë një realitet, e cila sjell përballë njëri tjetrit krijimtarinë më të fundit të dy piktorëve të njohur, Abbas Hado dhe Kamoran Goranci. Ekspozita ndërton një dialog artistik mes dy qasjeve të ndryshme, ku natyra shfaqet në figuracion poetik përmes penelit të Hados, ndërsa Goranci kompozon bukur ngjyrat në teksturë kromatike. Në këtë ndërthurje, arti nuk është thjesht pasqyrim i botës, por një mënyrë për të rishfaqur të ripërjetuar atë. Zgjedhja është e veçantë për shkak se Qamaria dhe Kosova bëjnë një ekspozitë të përbashkët. Është një shembull i mirë. O Guzuri do të thotë që të fillojmë edhe gjëra tjera, i bashkojmë vlerat tona kombëtare. Pas afro 2 dekadash mungesë, piktori Abbas Hado rikthehet me një ekspozitë në Durrës, duke sjell 11 punime të realizuara vitin e fundit, ku vijon të hulumtoj figurën e pemës si simbol i jetës dhe natyrës. Vim nga krajina të ndryshe, por jemi mes dy botëve, por kemi një realitet të përbashkët, që është realiteti shqiptar. Unë kam shumë nostalgji për Durrësin, me që kam punuar shumë vite këtu. Ekspozita Dy botë një realitet do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 4 tetor.